mua kontrollat e rregullta ma shpëtuan jetën. Antigona, çfarë do t'i thoje sot asaj gruaje që i ka shërbyer tetori Ros, ka bërë ca analiza dhe rezultatet e bëjnë të mendoj për diçka të dyshimt në trupin e saj? Asnjëherë njeri nuk është mirë me mendu fundin. Sidomos për vajzat ose për gratë që kanë zonjët, që kanë fëmijë, është një motiv shumë më i fortë për të vazhduar, për të luftuar dhe kur të mos dorëzohemi. Qoftë edhe ditën e fundit që e dim që jemi duke ikë, prapë të shpresojmë se ka shpresë. Të gjithë zonjat, të gjitha gratë, të gjitha nënat, pa dallim moshe, edhe njëherë po ju bëj thirrje. Patjetër ndani kohë, të paktën një herë në vit, shkoni, paraqituni në kontroll. Askush nuk e di se çfarë flen brenda trupit tonë. Përderisa ne nuk shkojmë të kërkojmë diçka, bovaki të bie puna që ne smundje ta zbulojmë shumë më vonë se të paraqitemi në momentet më të vështira. Për atë shkoni me kohë, edhe pse nuk keni asgjë, paraqituni në një kontroll. Mua kontrollat e rregullta ma shpëtuan jetën. Kam thënë edhe përpara, unë smundjen e kapa shumë herët, fal kontrollave që i mbaja gjithmonë me rregull.